Dalin detaje të reja nga hetimet për vrasjen e biznesmenit Edmond Mahalla në Elbasan. Hetuesi dyshojnë se autori i vrasjes është nga Mali i Zi dhe pas kryerjes së krimit ai është larguar nga vendi ynë në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Vrasësi i biznesmenit 43 vjeçar Edmond Mahalla të ekzekutuar mbrëmjen e së dielës në Elbasan dyshohet se është nga Mali i Zi. Burime pranë grupit hetimor i thanë televizionit Tiranë se kjo e dhënë ka dalë nga analizimi 10 provave të administruara deri më tani. Emri i tij nuk bëhet me dije për shkak të sekretit hetimor, por mësohet se ai është fiksuar nga një kamerë sigurie duke lëvizur në këmbë në zonën e Rajcës në qytetin e Prenjasit. Nga aty ai më pas ka lëvizur në drejtim të Maqedonisë së Veriut, ku ka dyshime se ka kaluar në mënyrë ilegale. Deri në këtë fazë të hetimit ekzistojnë dyshimet se ai është paguar për të kryer vrasjen e biznesmenit Edmond Mahalla, ngjarje të cilën e kreu i vetëm, siç duket edhe në këto pamje të kamerave të sigurisë. Deri tani policia ka identifikuar 5 persona, 3 për të cilëve janë arrestuar, mes tyre edhe ish ortaku i viktimës, Gjino Aga, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Të dyshuarit do dalin të premten përpara gjykatës së Elbasanit, aty ku prokuroria ka kërkuar të vijojë masa e sigurisë arrest me burg. Hetuesit dyshojnë se ngjarja e rëndë e 30 nëntorit ka si prapavi një konflikt biznesi, por nuk dihet nëse provat e administruara e faktojnë këtë pistë.